ka marrë dje një denoncim që është kulmi i arogancës dhe ignorancës se këtyre vampirëve që për 12 vjet po i pinë gjakun shqiptarë. Rruga nacionale Tiranë-Durrës, që kjo qeveri kur nuk e zgjeroi ta bënte autostradë, është bllokuar dje për 1 orë nga policia e shtetit, vetëm që Belinda Balluku të bënte një video mesazh. Vetëm për propagandën e shpifur të kësaj qeverie, hajdutësh, të pangopurish, i privohet jeta me 10 mijëra qytetarëve të cilët qarkullojnë në atë rrugë. Pra të lësh me kilometra, njerëzit të presin, me orë, për të shkuar në shtëpinë e tyre për të mbaruar punët e tyre, këtë mund ta bëj vetëm një arrogante, po dhe një ignorante si Belinda Balluku, shërbëtorja kryesore e Edi Ramës sot për sot. Nuk e di. Kjo qeveri duhet ndëshkuar sepse po arrin nivele të frikshme të arrogancës. Pra të ndalosh jetën njerëzve vetëm për të bërë një video, unë nuk di çfarë të them. Mua më duket e pa imagjinueshme që ti për PR-in tënd, për imazhin tënd, ti ndalosh jetën me mira qytetarëve. Është kulmi i arrogancës.